Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm, zgjohuni me ne. Data sot shënon 25 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vëmë të flasim për ngjarjet më të rëndësishme të datës 25 mars dhe do të kthehemi në vitin 421. Sipas legjendës, u hodhën themelit të shtetit të Venecias, një grup refugjatës që iknin nga sulmet e barbarëve u vendosën në një arkipelag të Kenetës Adriatike, duke krijuar një nga qytetet më të veçanta dhe më të fuqishme tregtare në histori. Në një ditë si kjo, por në vitin 1306, Robert the Bruce kurorzohet mbreti i Skocisë. Ky akt shënoi fillimin e një lufte të gjatë për pavarësinë e vendit nga Anglia. Më 25 mars 1807, Parlamenti Britanik miratoi një nga ligjet më të rëndësishme të historisë njerëzore, aktin për ndalimin e tregtisë së skleverëve. Dhe në vitin 1957, liderët e 6 vendeve evropiane u mblodhën në Rom për të nënshkruar traktatin që të krijonin Komunitetin Ekonomik Evropian, një organizatë që më vonë do të evolonte në atë që sot jetë Bashkimi Evropian. Dhe më vitin 1979, një ngjarje historike solli shpresë për lindjen e mesme. Egjipti dhe Izraeli nënshkruan një marrëveshje paqeje. Presidenti egjiptian Anwar Sadat dhe kryeministri izraelit Menachem Begin, me ndërmjetësimin e presidentit amerikan, vendosën të jepnin fund dekadave të konfliktit mes dy vendeve. Më 25 mars erdhën në jetë dhe shumë figura të shuara për historinë. Në vitin 1259 lindi Andreoki II, paleolog, i cili më vonë do të bëhej perandori i Bizantit dhe do të përballej me sfida të shumta. Në vitin 1867 në Itali erdhi në jetë një njeri që do të revolucionizonte dirigjimin muzikor, Arturo Toscani, i cili do të bëhej nga dirigjentët më të njohur në botë. Në vitin 1908 lindi David Lean, një regjisor britanik që do të lindë gjurmë të pashlyeshme në historinë e kinemas në filma si Lawrence. Një tjetër yll do të lindte në vitin 1942, Aretha Franklin, mbretëresha e muzikës soul, zëri së cilës do të pushtonte botën dhe të frymëzonte miliona njerëz. Dhe në vitin 1965 në Ohio të Shteteve të Bashkuara erdhi në jetë Sarah Jessica Parker, aktore që do të bëhej një ikonë e televizionit në rolin e saj të paharrueshëm. Por sikurse çdo datë tjetër dhe kjo datë shënoi jo vetëm lindjen, por edhe ndarjen nga jeta të disa nga figurave më të shuara të historisë. Në vitin 1223 bota i dha të mirën Alfonso II të Portugalisë, një mbret që kishte udhëhequr vendin e tij me vendosmëri dhe diplomaci. Në vitin 1914 u shua Frederic Mistral, poeti francez që me krijimtarinë e tij të jashtëzakonshme e fitoi çmimin Nobel për letërsi. Një gazetare që kishte guxuar të sfidonte fuqitë e mëdha, Ida Tarbell, u dha nga jeta në vitin 1931. Ajo ishte një nga zërat më të fuqishëm të gazetarisë. Në një ngjarje tjetër tragjike, në vitin 1975, mbreti Faisal i Arabisë Saudite u vra nga nipi i tij në një atentat që tronditi lindjen e mesme. Dhe në vitin 2006, bota humbi Richard Fleischer, një regjisor amerikan i njohur për filma klasik. Tani oftë të ngjishni rubrikën e dhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të bilim bifruit ose pema e kastravecit. Pamja. Fruti është shumë krokant kur është i papjekur dhe kthehet nga jeshile e ndezur në të verdhë në jeshile kur është duke u pjekur. Sa po piqet ai bie në tokë. Lëkura jashtme është e shëndritshme, shumë e hollë dhe butë. Krahas frutave, fara dhe lulet e pemës së bilimbit poseidojnë vlera të rëndësishme terapeutike dhe përdoren në përgatitjen e shumë ilaçeve të ndryshme bimore. Fruti bimbili shfaq një profil mbreslënës të lëndëve ushqyese, përveç përbërësve thelbësor, domethënë karbohidratet, fibrat, proteinat. Këto fruta përmbajnë sasi të bollshme të vitaminës C, vitaminave B, kalciumit, hekurit, flavonoideve. Përfitimet shëndetësore të frutave bilimbi. Rregullon nivelin e sheqerit në gjak. Frutat bilimbi zotërojnë cilësinë e vlefshme të kontrollit të niveleve të sheqerit në gjak, duke monitoruar aktivitetin e insulinës në trup. Përmbajtja e pasur e flavonoideve dhe fibrave dietike në frutat bilimbi
ndihmon në parandalimin e rritjes së papritur të niveleve të glukozës në gjak pas vakteve, duke ndihmuar kështu në mbajtjen nën kontroll të simptomave të diabetit, ndihmon në menaxhimin e hipertensionit, duke qenë se përmban shumë antioksidant dhe proteina. E bëjnë ato një ilaç natyral të mrekullueshëm për uljen e presionit të lartë të gjakut ose hipertensionit. Bilimbi përmban element fuqishëm antiinflamator, përkatësisht tianin, të cilat ndihmojnë në pakësimin dhe reduktimin e një gjendjeje të njohur si hemoroideve. Kuron kodhën dhe të ftohtin, rezervat e mëdha të vitaminës C në bilimbi japin përfitime të shkëlqyera për funksionimin e sistemit imunitar. Kjo, nga ana tjetër, trajton kodhën dhe ftohjen për shkak të ndryshimeve sezonale dhe alergjive, duke forcuar mekanizmat mbrojtës të trupit. Forcon shëndetin e kockave. Bilimbi është i ngarkuar me sasi të mëdha kalciumi, i cili rrit densitetin e kockave dhe ruan integritetin strukturor të skeletit në trup. Ngrënia e ekstraktit të bilimbit forcon jashtëzakonisht kockat, duke i bërë ato edhe më të forta. Lehtëson ngërçet e muskujve. Ato janë një depo e fitonutrientëve që zotrojnë veti të fuqishme analgjezike dhe antiinflamatore. Bilimbi është një ilaç natyral i mahnitshëm për reduktimin e dhimbjeve të muskujve dhe qetësimin e ngërçeve në indet lidhëse. Ai përmban vitaminë C, acid oksalik dhe vitamin A, të cilat i japin lëkurës në shkëlqim dhe e mbrojnë atë nga dëmtimi i radikaleve të lira. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për gruan që sfidoi monopolet. Në mëngjes të ftohtë të 5 nëntorit 1857, në shtëpi të vogël në Amity, Pensilvani, lindi një vajzë që do të bëhej një nga gazetarët më të fuqishme të historisë amerikane, Ida Minerva Tarbell, që në vogëldia e urrit duke parë se si industria e naftës ndryshonte jetën e njerëzve përreth saj. Babai i saj, Franklin Tarbell, punonte si prodhues depozitash për industrinë e naftës dhe Ida e mësoi që herët ndikimin e madh që kjo industri kishte në ekonominë dhe shoqërinë amerikane, por nuk vonoi shumë dhe ajo pa një tjetër realitet, monopoli, kur John D. Rockefeller dhe kompania e tij Standard Oil filluan të sondonin tregun, biznesin babait të saj, si dhe ai shumë sipërmarrëve të vegjël u shkatrua. Kjo padrejtësi u nguli thellë në mendjen e saj duke mbjellë fare në një betejë që dëshironte përgjithmonë historinë e gazetarisë. Edhe pse në ato kohë ishte rrallë për gra të dishin arsimin e lartë, Ida Tarbell u regjistrua në Allegheny College, ku ishte e vetmja vajzë në klasën e saj. Pasioni për të shkruar e çoi fillimisht të mos i mendje, por ajo e dinte që ëndra e saj ishte diku tjetër. Në vitin 1891 ajo udhtoi drejt Francës për të studiuar historinë, por fati e çoi drejt gazetarisë. Kur u kthye në Amerikë, nisi të punojë për revistën McClure, ku u bë shpejt një nga raporteret më të rëndësishme investigative të kohës. Për më shumë se 2 vjet, Tarbell hetoi dhe shkroi mbi praktikat e Standard Oil. Ajo intervistoi ish-punonësit, studoi dokumente dhe zbuloi skema të fshehta që Rockefeller përdorte për të eliminuar konkurrencën. Artikujt e saj të publikuara nga viti 1902 deri në atë të vitit 1904 u bën një tërënditje e madhe në Amerikë. Më 6 janar të vitit 1944, në moshën 86 vjeçare, Ida Tarbell u nda nga jeta. Ajo la pasi trashëgimit të jashtëzakonshëm si një nga pionerët e gazetarisë investigative, një grua që guzoi të sfidonte njërin nga njerëzit më të fuqishëm të Amerikës dhe të fitonte. Do të vijmë me rubrikën e kuriozitetit dhe sot do të flasim për gjuhën basket. Gjuha basket njohur si euskara është një nga gjuhët më të veçanta dhe misterioze në botë. Ndryshe nga shumica e gjuhëve europiane, ajo nuk i përket asnjë familje gjuhësore të njohur, pra nuk ka lidhje me gjuhët latine, gjermane, slave apo ndonjë tjetër gjuhë indo-europiane. Ky fakt e bën atë një gjuhë izolate, që do të thotë se nuk dihet se nga e ka origjinën dhe nuk ka asnjë motor gjysore. Euskara flitet kryesisht në rajonin e Baskisë, i cili shtrihet midis veriut të Spanjës dhe jugut të Francës. Pavarësisht pushtimeve, ndryshimeve kulturore dhe rritjes së ndikimit të gjuhëve si spanjishtja dhe frëngjishtja, gjuha baske ka mbijetuar për mijëra vjet. Një nga arsyet e mbijetesës së saj është ndjenja e fortë e identitetit kulturor që populli bask ka ruajtur brez pas brezi. Gjuha baske është një gjuhë aglutinative, që do të thotë se fjalët ndërtohen duke shtuar parashtesa dhe përpashtesa për të ndryshuar kuptimin. Ndërsa shumica e gjuhëve europiane kanë fjalë ngjashme për shkak të ndikimit të latinishtes apo greqishtes, ajo nuk ndan ndonjë fjalë të zakonshme me asnjë prej tyre.
Tani oftë të diqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 25 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm. Sipas të dhënave meteorologjike, territori shqiptar pritet të ketë ditë me vranësira dhe rreshti të lehta shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të jetë 20 gradë Celsius. Era pritet të fryjë nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale prej 8 metrash për sekond, çka do të krijojë dallgëzim deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 13 deri 16 gradë Celsius, Kukës 11 deri 18 gradë, Peshkopi 9 deri 17 gradë Celsius, Tiranë 13 deri 20 gradë, Durrës 12 deri 15 gradë Celsius, Kavaj 12 deri 16 gradë, Elbasan 12 deri 16 gradë Celsius, Berat 13 deri 19 gradë, Korç 8 deri 14 gradë Celsius, Vlorë 13 deri 19 gradë, Gjirokastër 8 deri në 10 gradë, Sarand 12 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 25 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm. Pritet të ketë krymot kryesisht të vranët me intervale të shkurtra shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Era pritet të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale për 6 metrash për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 8 deri në 17 gradë Celsius, Podujev 7 deri në 17 gradë, Skënderaj 8 deri në 17 gradë Celsius, Pej 9 deri në 17 gradë, Prishtinë 9 deri në 17 gradë Celsius, Gjakov 8 deri në 16 gradë, Malishev 9 deri në 16 gradë Celsius, Gjilan 7 deri në 19 gradë, Rizaj 9 deri në 17 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 17 gradë, Suharek 10 deri në 17 gradë, Prizren 7 deri në 17 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë të ndryshim sërish nesër, deri atëherë mirupafshim.